Mirë se erdhe Dashi në letrat rrëfejnë. Jam Diana, do bëjmë leximin e radhës për ju. Para se të filloj leximin, dua t'ju them diçka çfarë unë zakonisht bëj. Në çdo sezon filloj bëj lidhje me jetën time pastrime të ndryshme. Në kuptimin që kur them pastrime nuk bëj rituale, kështu gjëra, po që në mendimet e mia duke i qartësuar, seleksionuar gjërat. Jemi afër pranverës dhe nuk duhet presim atëherë kur vjen, por para se të vi. Dhe pranvera zakonisht nuk vjen vetëm për të lullzuar, por dhe për të pastruar. Është koha të dashur të heqim gjithçka që nuk na shërben më, zakone që na mbajnë në vend, marrëdhënie që na lodhin, mendime që na bëjnë të dyshojmë në vlerën tonë. Jo çdo gjë e kemi mbajtur deri sot, jo çdo gjë që e kemi mbajtur, të jemi qartë, deri sot duhet ta marrim me vete më tej. Disa gjëra nuk janë kujtime, janë thjesht pengesa, Dashi. Pranvera në kërkon të jemi të sinqert me veten, çfarë po na ndalon, çfarë po e shtym nga frika, çfarë po mbajmë vetëm nga zakoni. Tani është momenti të vendosim qëllime të qarta. Jo për të dukur mirë para të tjerëve, absolutisht, por për të ndjerë në paqe me veten. Sepse rritja nuk vjen kur mbushim duart, por kur lirojmë hapësirë, absolutisht. Letrat e juaja që kanë dalë janë djali i kupës, vajza e shkopive, kështu quhen letrat në këtë grup letrash, 8 të monedës, 2 të kupës dhe kjo në qendër është rezultati. Letra e parë tregon ku është Dashi tani. Dashi je në një fazë ku ndjen shumë, mendon shumë, por nuk po vepron mjaftueshëm. Ka dëshira, ka ide, ka ëndra, por po i mban më shumë brenda vetes se sa që po i kthen ato në hapa konkret. Emocionalisht je i hapur apo e hapur, por pak e paqartë për drejtimin. Realiteti i kësaj letre thot potencial po, ka plot, por fokus jo. Vajza e shkopive pasqyron çfarë pengon Dashin. Impulsiviteti dhe entuziazmi i shpejt. Dashi. Nis gjëra me zjarr, por sikur lodhe shpejt ose shpërqendrohesh. Do liri, por liria pa strukturë, Dashi, po të bllokon. Pengesa nuk është mungesa e guximit juaj, por mungesa e vazhdimësisë. Çfarë duhet të largoj, Dashi? Duhet të largosh punën mekanike, sikur pa shpirt, në kuptimin e asaj jo që s'keni shpirt, po pa vullnet, pa rutinat që i bën vetëm se duhet bërë. Gjithashtu perfeksionizmin, idenë që kur të jetë gati 100%, atëherë do veproj. Sikur po pret diçka të bëhet më mirë. Hiq dorë nga puna që të lodh, apo situata që të lodhin, persona që të lodhin, nuk do të thot patjetër në punë. Tani hiq pra dorë nga çdo gjë që të lodh, sepse nuk po të çon aty kudo. Çfarë duhet të bëj ndryshe, Dashi? Bashkëpunimi drejt, biseda të sinqerta, një marrëveshje ku respektohet dhe respekton. Kjo mund të jetë partneritet pune, marrëdhënie personale ose një marrëveshje me veten. Këtë herë nuk do e tradhtoj veten. Mos e bëj gjithçka veten, zgjidh këtë lejosh pranë. E rezultati juaj apo e ardhmja nga gjithë ky lexim të dashur është
stabilitet, strukturë, vendosje e fortë në tokë. Dhe kjo më pëlqen të dashur. Dashi shkon drejt pjekurisë dhe besueshmërisë, ta them ashtu. Kjo tregon drejtim të qartë, zgjedhje të mençura, ndërtim afatgjat dhe jo sukses të shpejtë. E ardhmja jote, Dashi, nuk është revolucion, është ndërtim i qëndrueshëm. Pra, deshër, largo, apo Dashi, ta bëj më personale, largo shpërndarjen, nxitimin, punën që s'ka kuptim, apo situatën, personin që s'ka më kuptim në jetën e juaj. Bëj zgjidhje të qarta, me bashkëpunime të pastra, hapa të vegjël, por të vazhdueshëm, mos u ndal. E ardhmja jote nuk vjen nga zjarri i momentit, Dashi, por nga disiplina që zgjedh të mbash. Kjo është leximi juaj.